Më të shkurt, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Natyrisht që fryma opozitare në Shqipëri është ngritje, por gjithashtu trysnia e madhe e qeverisë autokrate të Ramës ka bërë që me mira, qindra mira shqiptarë të kenë frikë të flasin dhe të pozicionohen. Natyrisht në gjajtë të keqes nuk fitohet me orkestrën e Vienës, me muzikë operistike, dhunës i përballësh me dhunë. Dy lajme të mira kishte për Amerikën dje, është rritur numri i punësimeve 130.000 vende pune muajin janar. Por lajmi i keq është që vit në kaluar nuk kanë krijuar 540.000 vende pune, por 400.000 është llogaritur gabim. Nuk e kuptoj se si ka ndodhur kjo. Megjithatë, për Trumpin është një plus i madh. Lajmi i mirë është që nga Sazani janë larguar Arabi Kushner ose Arab dashësi Kushner dhe Rama. Dhe ndaj Sorosit ka filluar një hetim i thellë që do të përfundojë pa diskutim me arrestime masive, duke konsideruar si grup i strukturuar kriminal. Nga ana tjetër, përse po tallen Departamenti Amerikan me përfaqësuesit e Ramës? Spiro Palin e priti nën sekretarja e shtetit, pa flamurin shqiptar, askush nuk u lejua të bënte një fotografi dhe asaj ju mohua ajo ëndra e madhe e Edwin Ramës. Në qoftë se amerikanët janë serioz ndaj administratës së tij, do t'i kishin siguruar mundësinë Spiro Pales të firmoste bordin e paqes tek Departamenti Amerikan i Shtetit. Rama ndron që të vi tek bordi i paqes. Nuk tregon që ka ftesë apo jo. Mund ta psoj si Davos, mund tallën përsëri më të ka shumë mundësi. Kur Trump u tall me Netanyahu, i cili firmosi me Rubin tek bordi i paqes, imagjinoni ju që bufoni Soros të firmos me Donin e Madh. Mund spekulosh dhe mund të thua shumë gjëra, por kjo më duket nonsens. Ndërkohë në ministerialin e ministrave të mbrojtjes NATO-s nuk ka qenë sekretari i mbrojtjes Hegseth. Kjo vjen mbas ministerialit të ministrave të jashtëm ku mungoi Rubio. Duket që qasja amerikane ndaj NATO-s është tulur në protokoll. Ka shkuar zëvendësi i Hegseth e njëjta gjë ka ndodhur me ministerialin e jashtëm të vendeve të NATO-s. Trump dërgon general në bisedimet diplomatike. Ndodhi me Iranin, më parë me Venezuelën, por edhe në bisedimet për Ukrainën ka dërguar sekretarin e Marinës. Natyrisht që kjo duket diçka e pa kuptim, por Trump beson tek generalet e kushtëria dhe aq më tepër kur që një ushtarak hyn në bisedë, të gjithë do të friksohen, do të trysnohen nga forca amerikane. Por ajo që Trump rrezikon është humbja e Kongresit. Vetëm 3 herë presidenti në Shtëpinë e Bardhë ka mbajtur Kongresin. Ka ndodhur në 98-ën me Clintonin, në 2002-shin me Bush, por të dy kishin aprovimet mbi 60%. Zoti Trump ka mbi 57% kundra në aprovime sipas Fox News. Edhe në 34-ën, kur ishte një figurë e madhe, kolos si Roosevelti. Pra me humbjen e Kongresit, hetimet do të fillojnë ndaj administratës Trump, ndaj fëmijëve të llastuar, dhe Trump shpreson, sepse vetëm 3 karrike të marrin demokratët, Kongresi merret. Ai duhet mbaj pa diskutim Senatin. Amerikanëve po i skadon durimi me republikanët. Votuesit nuk fajsojnë më Joe Biden për gjendjen ekonomike dhe politikat e Trump thuhet që nuk kanë dhënë rezultat. A janë amerikanët në një gjendje mosdurimi? Administrata sigurisht person që amerikanët të durojnë. Na jepni kohë, lutet Shtëpia e Bardhë. Do të merremi me kostot e larta të ushqimit, energjisë, medikamenteve dhe nevojeve të tjera që gëlltisin pagat dhe të ardhurat mesatare. Do t'i adresojmë ato çmimet banesave, më shumë se 50%, më shumë që nga viti 19, të cilat kanë bërë kaq vështirë
zotërimin e një shtëpie për blerësit e herës parë. Ndaloni të gjitha ankesat që keni. Kjo është moto e shtëpisë Bar Trump. Strategjia e tarifave presidentit Trump do të bëjë magjinë e saj çdo ditë. Ne premtojmë, kështu thuhet nga shtëpia e Bardhë. Sekretari e Thesarit, gay, open gay, dikur partner me Sorosin Besen, i ka thënë kujdo që të dëgjoj se gjërat tani janë shumë herë më mirë se sa mendojnë njerëzit. Ai thotë që ka qenë një vit i shkëlqyer për ekonominë. Këtë e thanë dhjetor, por më e mira ende nuk ka ardhur. Besen parashikon se viti 2026 do të jetë një vit i suksesshëm për rritjen ekonomike, sa po të mbërrin rimbursimet e taksave, të deportohen më shumë punëtorë emigrant paligjshëm dhe të fillojë këmbana e aktit Billi i Madh dhe i bukur. Administrata ka vendosur në tryezë, këmbgula ai dhe Main Street është gati të lullëzojë. Në fakt duhen dhënë meritat zotit Besen për pranimin e problemit, sado i tërthon. Ndërkohë shefi i tij ka bërtitur nga marrjet e Zvicrës, thot Wall Street Journal, deri në fushat e Ajovës për ballueshmërinë që është një çështje e rreme, e shpikur nga demokratët dhe e përjetësuar nga media. Kjo ka qenë kthesa më dramatike e një vjeçare e çdo vendi në histori për sa i përket shpejtësisë, këmbgul Trump, këtë e thanë janar. Është e manitshme dhe kjo është për shkak të tarifave. Empatia mund të shkojë më tej se sa të thuash familjeve në vështirësi se nuk e kanë pasur kur kaq mirë, por zoti Trump nuk mund ta ndihmojë veten po foli kështu. Mandati i pararësit të ju përcaktua nga mirimi i njohur si stagflacion, inflacion i lartë dhe rritje ulët. Kështu shkruajti Trump muajin e kaluar. Vetëm 12 muaj në mandatin tim të dytë, tani kemi të kundërtën, inflacion jashtëzakonisht të ulët dhe rritje ekonomike jashtëzakonisht lartë. Në fakt, optimizmi i Trump është i admirueshëm, por mesazhi nuk arrin qëllimin. Shumica e votuesve nuk i besojnë pretendimet se administrata ka bërë gjëra të mrekullueshme. Ata nuk besojnë se Joe Biden ende meriton të fajsohet për situatën aktuale dhe janë të dyzuar në lidhje me deportimet masive. Më shqetësuesja për ligjvënësit republikan është se do të përballen me votuesit në nëndor, është se njerëzit mund të jenë me sosje të durdurimit. Në një sondazh të Fox News, kanali djathtë, publikuar muajin e kaluar, 54% thanë se ekonomia është më keq se sa kur ishte Biden që u largua nga detyra. Vetëm 1/4 e votuesve thonë se janë më mirë nga ana financiare se sa një vit më parë dhe më shumë se 40% thonë se politikat ekonomike të Trump i kanë dëmtuar. Rreth 2 përqindjes thonë se janë ndihmuar. Përqindja e njerëzve që besojnë se ekonomia do të përmirësohet këtë vit ka rënë gjithashtu dhe ndryshimi nxitet pjesërisht nga pesimizmi në rritje midis votuesve republikanë. As nuk është e qartë nëse zbatimi agresiv i emigracionit nga administrata po kompenson për notat e saj të ulta në çështjet e tjera. Në një anketë kombëtare nga Harvard tregon se 63% kundërshtojnë deportimin e një personi pa dokumenta që ka jetuar për shumë vite në Amerikë dhe 68% kundërshtojnë deportimin e një personi pa dokumenta që ka ardhur si fëmijë. Baza e presidentit MAGA duket se dëshiron që çdo i huaj i paligjshëm të bëhet nga vendi, pavarësisht rrethanave ose ndikimit në tregjet e punës në Amerikë. Por kjo bazë nuk është aq e madhe sa t'i pengojë demokratët të rimarrin kongresin në nëndor. Dhe deportimi masiv mund t'ju kushtojë republikanëve mbështetjen shtesë që do t'ju nevojitet nga të pavarurit dhe demokratët e moderuar. Nëse shtëpia e Bardhë
do t'i kushtonte vëmendje këtyre paralajmërimeve dhe do të përqendrohej në rritjen ekonomike dhe përballueshmërinë, ende nuk është e qartë nëse politikat që ajo favorizon do ta kryenin këtë punë. Ndalimi i investitorëve institucional nga blerja e shtëpive mund të jetë politikë popullore, por do të bëj pak për të adresuar mungesën e strehimit që vjen nga, ndër të tjera, rregulloret e zonave, mandatet mjedisore që rrisin çmimet dhe investitorët nuk ndërtojnë shtëpi të reja. Natyrisht që Trump priste të kishte një reagim të madh nga establishmenti, por me emigracionin ka drejt. Sepse po deportohen emigrantët me dëna kriminale. Dhe dëna kriminale nuk janë thjesht vrasje, janë vjedhje, shkelje, gjoba tek ngarja e makinës, pra kudo që ti ke shkelur një ligj. Dhe Trump është i vendosur të realizojë sa më shumë deportime. Kjo do të ketë indirekt rritje e pune për amerikanët amerikanë dhe uljen e qerave, sepse kur hyn në mënyrë të palishme 15 milion ose 20 milion, ata personat gjithë do të marrin në qira një apartament diku në këtë vend të madh. Por gjua e urrëties ndaj emigrantëve kthehet në bumerang. Ky vend është krijuar nga emigrantët. E jema e Trump pastruese ka qenë ku ka ardhur. E shoqja e emigrantëve pa letra. Dhe gjyshit i dihet si të gjithë europianët që kanë ardhur këtë vend të madh. Megjithatë, Trump kërkon që të shpërndajë frymën e djathtë kudo në Evropë dhe mbase vjen dhe në Ballkan. Në konferencën e sigurisë në Myni nuk e kam parë emrin e Ramës. Rama mbase përgatitet për 19 shkurtin, por në 19 shkurt shumë nga vëllezërit e tij arab nuk do të vinë se fillojnë Ramadanin. Dhe ai poshtrim që u bën Netanyahu, që firmosi për bordin e paqes me Rubion, është për të gjithë. Teknikisht Shqipëria nuk ka firmosur. Nuk e di se si mund të ftohet një vend që s'ka firmosur. Por mund vi, edhe mund vi, nuk është faji Trump që pse të ftojnë. Është faji ynë që kemi dërguar në të zyrë një person si ai. Por dhe Gaddafi u takua me Condoleezza Rice, dhe shpreson të takoj edhe me Bush. Fundin e Gaddafit e din gjithë. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.
Kudo në Shqipëri.